إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرojmë Allahun Azza wa Jall, atë e lavdërojmë, falenderojmë, ati jemi me njohës për mirësitë që na ka dhuruar, ati kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe jemi të bindur se atë që Allahu Azza wa Jall e ka udhëzuar, ja ka hapur syt e ballit dhe të zemrës, ai është i udhëzuar në rrugën e drejtë dhe askush nuk mund ta devijojë. Dhe jemi të bindur se atë që Allahu subhanahu wa taala e ka lënë në humbje me drejtësinë dhe urtësinë e tij, askush nuk mund ta drejtojë vetë se Allahu Azza wa Jall. Me një pendim të sinqert nga robi dhe kthim të vërtet tek Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Islamin që dërgoi Zoti xheleshanu nuk e solli vetëm për të ndryshuar veprat e njerëzve, por edhe për të rregulluar mendësinë, fjalorin dhe kriteret e vlerësimit tek ata. Pra, një musliman i mirë që e ka pranuar vërtet Islamin edhe ka hyrë tërësisht në të, e ka kuptuar tërësisht konceptin e jetës në Islam, ai rishikon gjithashtu edhe mendësinë e tij, mënyrën se si i vlerëson gjërat në këtë dynja, se si i përdor fjalët dhe çfarë mendësie i bën hizmet. Kjo vjen në një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, një hadith të shkurtër sot, hadith në të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam i jep një edukat edhe në mënyrën e të folurit dhe zgjedhjen e shprehjeve. Sidomos ato lloj shprehje të kohës së ignorancës, të cilat njerëzit janë mësuar t'i përdorin rëndom, por nuk e kuptojnë se ato në një farë mënyre ndërtojnë edhe mendësinë e njeriut. Pra mënyra si shprehen dhe çfarë përdorin për shprehjeve dhe fjalëve të përditshme, formojnë dhe mendësinë e njeriut. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ishte kujdesshëm deri në këtë grad. Në këtë hadith, një hadith i thjesht, i shkurtër, por besoj që ka dobi nëse mediton atë muslimani dhe mediton edhe për të dhënë dhe shembuj nga jeta e kësaj bote, është pikërisht hadithi që e sjell Abu Huraira, që vjen në Sahihin e Muslimit, edhe të Buhariut gjithashtu. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: la yaqulanna ahadukum al-karmu fa innama al-karmu qalbu. Ose në disa transmetime të Buhariu, pra qalbul muslim, qalbul mu'min, ose ar-rajulul muslim, ar-rajulul mu'min. Që do të thot, askush prej jush të mos i thot hardhisë së rushit, pra frutit të rushit, të mos i thot kermu, sepse el kermu është zemra e besimtarit. El kermu i vërtet është zemra e besimtarit. Do flasim çfarë është kermu dhe çfarë lloj logjike ishte në kohën e xahilietit. Pra el kermu qalbul mu'min, zemra e besimtarit, ose në transmetime që el kermu është një burr besimtar, një burr musliman. Ai është el kermu i vërtet. Pra mos i thoni hardhis. E nën kupton dhe në fakt pije dehse që nxirren nga hardhia. Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni me kujdes tani që të bëni lidhjen e këtij hadithi. Në kohën e xahilies, të ignorancës para Islamit, një ndër shprehje që përdornin njerëzit ishte që hardhis, nga e cila prodhohej pija dehse, dhe normalisht që mexhliset e tyre edhe ndenjet e tyre ishin plot pije dehse. Kjo ishte biseda e tyre. Nëse s'ka pije dehse në tavolinë, atëherë çfarë bisede do bësh? E quanin pra hardhin me emra, siç të theshim sot, e bekuara, sille të bekuarën, sille të uruarën. Pra e lëvdonin pijen dehse. E lëvdonin sepse ajo vërtet ishte diçka e dashur për ta, ajo ishte biseda e tyre, kjo ishte jeta e tyre. Këtu vërtitej në këto lloj argëtimesh. Pra profeti sallallahu alajhi wasallam tha, mos i thoni që el kerm, çfarë është? El kermu është një fjalë që nën kupton fisnikëri, bujari, mirësi dhe nder, gjerësi, el kermu. Dhe
duke qenë se kur deheshin njerëzit, shfaqnin, mund të jepnin edhe sadaka të shumta në kohën e dehjes së tyre, ose mund të bënin bisedë me njëri tjetrin, afroheshin zemrat dhe lidheshin me njëri tjetrin, ata e quajtën këtë në kohën e xahilijes el kermu, bujaria vet, ose siç themi në gjuhën tonë për shembull e uruara, e bekuara. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, mos thoni për këtë që është e bekuara. Sepse e bekuar, bujare, fisnike, e mbushur me mirësi, është zemra e besimtarit. Pra, në dy aspekte do qëndrojmë në këtë hadith. E para, mënyra se si njerëzit i trajtojnë disa prej gjunafeve ose gjërave të xahilietit, të kohës së ignorancës, si trajtojnë me fjalët e tyre. Shpeshherë me fjalë respektuese, fjalë përkëdhelëse, që tregojnë një lloj dashurie për to, edhe pse mbase njeriu mund mos e pije ndese. Por mjafton t'i thot asaj për shumë e uruara, e bekuara, në një farë mënyrë subhanallahu tek tjetri, e ke hedhur një lloj mesazhi të keq. Ke ndihmuar tashmë që tjetri të mos e konsiderojë si diçka domethënë të gabuar. Si kjo ka dhe shumë shembuj të tjerë sot. Sot në fakt po na serviren vëllezërit e mi, thjesht vetëm meditoni. Disa shembuj mund t'i jap ato që vinë ndërmend. Sot mund të serviren shumë nga veprat e shfrenimit, i quajnë art, kulturë, zhvillim, i quajnë me emra të tillë, madje i lëvdojnë, i reklamojnë, i ngrenë dhe i lartësojnë. Kjo është ajo çka profeti sallallahu alaihi wasallam na njoftoi. Dhe pikërisht këtë mjekoi profeti sallallahu alaihi wasallam. Mos i thoni kësaj që është e tillë, është e bekuar, është e uruar, është e mirë zemra besimtarit. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam e para filloi të mjekoi domethënë këtë lloj probleme që gjendeshin, që shikonte profeti sallallahu alaihi wasallam mes njerëzve, se kishin mbetur që nga koha e xahilietit. Që njerëzit të mos i trajtojnë në këtë formë, po t'i trajtojnë ashtu siç janë në të vërtetë. Pra, mënyra se si shprehet njeriu me fjalë të tjera, duhet të mburojë nga mënyra se si ai gjykon dhe koncepton jetën. Pra, edhe fjalët e tua në lidhje me diçka do të jenë konform asaj që ti e koncepton. Nëse imani jot, besimi jot të thotë që kjo është e lejuar, është e mirë, është e hajrit, është e bekuar, e uruar, thuaje të fjalë. Nëse jo, kujdes. Mos u bëj pjesë në përhapjen e saj. Pra, së pari nga dobit e këtij hadithi, pastrimi i koncepteve nga trashëgimia e xahilietit. Edhe ne të gjithë kemi dalë nga xahilieti. Të gjithë kemi pranuar Islamin pasi s'kemi qenë më përpara muslimanë të përkushtuar në fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe jemi shpeshherë të ngarkuar me të tilla, themi mbetje nga ajo kohë. Në kohën para Islamit, rushdi dhe hardhia quheshin keram, për shkak të lidhjes së tyre me verën dhe ndenjet e pijeve, dhe të dehjes që i bënin njerëzit. Islami refuzon këtë logjikë dhe e zhvendos fisnikërinë nga sendet tek vlerat morale që është zemra e besimtarit dhe çka ajo përmban brenda saj. Dobia që marrim nga kjo, besimtari është i obliguar të rishikojë termat, zakonet dhe fjalorin trashëguar ose të imponuar nga shoqëria ku jeton. Në dritën e shpalljes, jo në dritën e zakonit të njerëzve sot. Feste, jemi në kohë festash, kohë gëzimi, kohë lumturie dhe kënaqësie, kohë dashurie. Cilat, nëse janë festa që i ka urdhëruar Zoti xhaleshanu, atëherë janë festa. As festa nuk i quaj. As shkak për afrim, për dashuri, për afrimitet si quaj. Festat e mia janë të qarta. Është 2 bajramet, edhe festa e xumas që kemi javore. Këto janë festat e muslimanit. Pra nuk i quaj festa, as festa nuk i quaj si të tilla, pse se quajtja fest ka një lloj atmosfere të tillë. Jo, vëlla, s'është për mua, nuk ekziston fare. Pra vëllezërit e mi, sot zhveshjes i thuhet përparim, vjedhjes, shkathësi, shfrenimit, art dhe liri, dhe shumë haram e zbukuron me emra të bukur. Ashtu sikur dikur vera quaj keram, pra e uruara, e bekuara, e mira, domethënë dhe vetë bujaria, sot të tilla terma u ngjiten, domethënë disa veprave që janë të ndaluara në vetvete. Prandaj besimtari nuk mashtrohet, domethënë nga emrat, por e mat me besimin e tij, pra nuk nxitohet të flas e të përhap sherrin në këtë formë. Kerami i vërtet, pra bujaria e vërtet, mirësia, zemërgjërsia, nuk është materiale por shpirtërore. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë,
Kerami është zemra e besimtarit. Pra subhanallahu e lidhi mbarësinë, bujarinë me zemrën e besimtarit, se zemra e besimtarit është e mbushur plot hajër. Po të bëjmë një krahasim. Në fakt vërtet, pema e rushit në vetvete është e bekuar vërtet nga Zoti subhanahu wa taala. Madje është nga frytat më të zgjedhur. Por duke qenë se përdorej për sherr dhe njerëzit kështu, domethënë e trajtonin, profeti sallallahu alajhi wasallam dha këtë mësim. Po të shikojmë pemën e rushit ose frutin e rushit. Ajo thon dietarët, pse e ka krahasuar profeti sallallahu alajhi wasallam me zemrën e besimtarit. Rushi domethënë është nga ato lloj pemësh që kanë prodhim të shumtë. Dhe kështu është zemra e besimtarit. Dhe kaloi profeti sallallahu alajhi wasallam nga pema që njerëzit e kthenin në haram, e çoi diku tjetër. Zemra e besimtarit vërtet prodhon shumë hajër. Është plot mirësi dhe bujari. Ajo është vërtet e mira dhe e bekuara, e uruara dhe e mira. Gjithashtu, pema e rushit po ta shikosh, ajo hardhia, ngadoj që ta kthesh, ta çosh, shkon. Nëse urdhëron që të kalojë për poshtë, zbret poshtë dhe ulet, shtrohet në tokë. Nëse e bën që të ngrihet lart dhe të gjarpërohet dhe të shkojë atje ku urdhërohet, aty shkon. Dhe në fakt, zemra e besimtarit është e tillë. Ku e urdhëron Zoti subhanahu wa taala, aty shkon. Ajo përshtatet ashtu sikurse e urdhëron Zoti xheleshan. Është e gatshme që të marr atë rrugë që urdhëron Allahu xheleshan. Pra e kanalizoi profeti sallallahu alaihi wasallam këto shprehje tashmë aty ku duhet. Tek zemra e besimtarit duke dhënë edhe këshilla, që njerëzit meditojnë. Pra, e bekuar, bujare, plot mirësi është kjo. Gjatë kohës kur njeriu pinte pije dehse në kohën e shkuar, pra kur dehej, normalisht që ai që ishte bujar ose që ishte fisnik, natyrshëm që do të bënte edhe vepra bamirësie, që ai të shfaqe, sidomos në kohën kur ishte zurzull, i themi ne, kishte arritur pikën, ai mbase mund të bënte edhe vepra domethënë që të nesërmen mund të pendohen nga ato që bëri. Mund të bënte shumë vepra bujarie, prandaj e quanin që kjo është bujaria, se gjatë kësaj kohe i bëni këto vepra. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, jo, zemra e besimtarit është ajo që është e mbushur plot bujari. Dhe ajo e bën jo sepse u deh dhe humbi mendjen, e bën sepse kërkon çfarë? Kërkon kënaqësinë e Allahut xhalesha, kërkon mirësinë nga Allahu subhanahu wa taala. Pra, nga kjo kuptojmë që fisnikëria nuk matet me pasuri të shumtë, as me prodhim apo me shi apo me traditë, siç e kishin traditën, por me zemër të mbushur me iman, devotshmëri dhe frikë nga Allahu subhanahu wa taala. Vlera e njeriu të madhe nga ajo që ka në zemër, jo nga ajo që prodhon toka apo nga ajo që mund të veprojë njeriu jo me niyet të pastër për Zotin subhanahu wa taala. Gjithashtu, nga hadithi kuptojmë, zemra është qendra e nderit dhe e moralit. Kur profeti e lidh bujarin, domethënë dhe veprat e mira dhe vlerat e larta lidh me zemrën, ai na mëson që zemra është burimi i veprave. Pra, zemra është vendi i imanit, është vendi ose madhësi i sinqeritetit të njeriu. Siç ka thënë një hadith tjetër, në trup ka një copë mishi që nëse rregullohet i gjithë trupi. Nëse ajo prishet gjithë trupi. Pra është zemra, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra, edukimi në Islam fillon nga zemra, jo nga forma e jashtme. Gjithashtu në këtë hadith, profeti sallallahu alaihi wasallam e përforcoi nënçmimin dhe bërjen haram të pijeve dehse. Dhe çdo gjë që të deh dhe të cënon aftësinë të menduarit, qofshin ato pije dehse ose ushqime që mund të jenë dehse, dhe janë drogra të ndryshme, qofshin dhe lloj-lloj drogrash të cilat mund të tymosen, mund të merren me injeksion, mund të merren me gjithçka tjetër. Ajo që dëmton aftësinë të menduarit e përforcoi profeti sallallahu alajhi wasallam haramin e saj. Pra, e solli këtë për ta treguar që është vërtet shumë e shëmtuar dhe haram, është ndaluar. Kështu profeti alayhis salam ja hoqi verës çdo emër fisnik, duke mos e lejuar që origjina e saj të quhet keram. Shpeshherë sot shumë vepra mund të emërtohen, qoftë ushqime të ndryshme që janë haram ose pije që janë haram, mund të emërtohen me emra të bukur, të cilët ndoshta mund të t'ja zbehin pak atë të qanurit haram të tyre. Duke se me emrat e bukur dhe me reklamat e shumta mund ta bëjë njeriu ndoshta që të zbehet çështja e haramit. Profeti alayhis salam e hoqi këtë. Jo, ajo që është dehse, ajo është haram. Nuk ka pse të quhet me asnjë lloj emri, nuk ka pse të ndikohesh nga këto emra për të gjykuar lejohet apo s'lejohet ajo. Pra në nga kjo dobi përfitojmë poshtërimi moral, domethënë i kësaj vepre dehjes, forcimi ndalimit të saj, mbrojtja e mendjes dhe dinjitetit të njeriu. Islami nuk ndalon vetëm veprën, por edhe lavdërimin ose themi respektimin e saj,
qoftë edhe përmes emërtimeve. Jo, ajo që është e keqe nuk emërtohet me emra të mirë. Gjithashtu, edukata në gjuhë dhe në fjalor. Hadithi na mëson se edhe fjala është përgjegjësi. Nuk është e njëjtë. Çfarë themi, si e quajmë një gjë, çfarë vlerash i japim përmes gjuhës, besimtari flet me vetdije sepse gjuha formon zemrën. Pra kujdes të mos bësh pjesë e haramit që ka pllakosur gjithandej, mos jesh pjesë qoftë edhe me fjalët e tua ose me reklamimin tënd ose me pjesëmarrjen në përhapjen e saj. Prija rrugën të keqe sa të mundesh që të mos bësh pjesë e gjunahut. Gjithashtu, hadith vjen nderimi i besimtarit mbi çdo gjë tjetër. Pra profeti sallallahu alajhi wasallam, siç thamë në transmetime, që bujari është zemra e besimtarit, ose bujar është një burr besimtar. Bujar është ai burr musliman që është dorëzuar Allahut. Pra kjo është vlerësim për besimtarin nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Kjo tregon se besimtari është krijesa më e nderuar, zemra e tij është më e vlefshme se çdo prodhim apo çdo lloj gjëje tjetër që njerëzit e vlerësojnë në dynja. Allahu ka fisikruar pra njeriu besimtar me iman dhe udhëzim nga ai. Prandaj vërtet ai është burim mirësie dhe bujarie gjithmonë. Besimtari është në hajër gjithmonë. Subhanu. Allahu subhanahu wa taala e dallon pra përmes kësaj fjale të profetit sallallahu alaihi wasallam njeriu besimtar. Këto disa dobi të shpejta në të pjesë të hutbes, aqulu ma tasma'un wastaghfirullahi alazim li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Një dobi tjetër e këtij hadithi o vëllezërit e mi është edhe ajo që në Islam quhet saddu dhara'i. Pra, të themi parimi, mbyllja e rrugëve që të çojnë tek e keqja. Profeti nuk ndaloi vetëm verën, por ndaloi edhe zbukurimin e saj përmes emrit dhe emërtimit të saj. Sepse çdo fjalë që e paraqet të keqen si të mirë, hap derën e pranimit të saj nëpër zemra. Prandaj çdo shprehje, zakon apo term që e zbukuron bidatin të keqen, zullumin, duke i quajtur dashuri për profetin, ose duke i quajtur mençuri, aftësi për të menaxhuar si duhet situatat, çdo vepër dhe reagim i mbuluar me një petk të zbukuruar, por që në fakt në vetvete është zullum, është padrejtësi, është bashkëpunim me të keqen, ajo domethënë nuk vlen tek Allahu subhanahu wa taala. Madje vetquajtja e saj në këtë formë është gjunaf me vete. Profeti sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar një vepër të tillë. Pra, çdo gjë që e zbukuron bidatin duke quajtur dashuri për profetin, si rastin e Mevludit, ata që bëjnë Mevludin e profetit sallallahu alaihi wasallam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e quajnë këtë vepër të mirë, është në emër të dashurisë për profetin, kujtimi i figurës së profetit, respekti që kemi ne për profetin sallallahu alaihi wasallam. Gjithë këto emra kaq të bukur e bën njeriu të mashtrohet. Dhe thjesht merr pjesë, ndërkohë që në themel kjo është ndaluar. Se ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk lejohet ta bësh. Stop. Gjithashtu, çdo gjë që zbukuron haramin ose kufrin në Zotin, duke quajtur mirësjellje, tolerancë, bashkëjetesë, në emër të respektit që kemi të ndërsjellët me njerëzit, ja urojmë festat. Jo vëlla. Respekti është tjetër gjë, ndërnjerëzor, unë të respektoj, të dua, madje të ndihmoj dhe të bëhem krah. Por nuk mund të mbështes festën tënde, e cila është e bazuar mbi kufër, mohimin e Zotit, shpifje. Si mund t'i thuash atij gëzuar festën tënde, sipas të cilës ti pretendon se Zoti lindi një djalë? Dhe që Allahu thot në Kur'an, gati qiet përcitën si për tyre, dhe toka u qa, edhe malet u tundën nga ky pretendim që ata shpifën për Allahun subhanahu wa taala. Si mund t'i thuam atij gëzuar që të lindi Zoti djalë? Jo, s'ka lidhje me respektin. Edhe as me mos respektin. Feja ime është feja ime, feja jote është feja jote. Dhe nuk ka pse këto shprehje në emër të bashkëjetesës, në emër të tolerancës, ne jemi shembull i bashkëjetesës fetare. I dëgjoni këto lloj emërtimesh? Këto lloj emërtime të bukura që mundojnë të fshehin çfarë? Atë që është poshtë hipokrizi në fundit. Është hipokrizi. Unë nuk e besoj fen tënde, as ti nuk e beson fen time. S'kemi pse të shtiremi sikur nëpërmjet termave të tillë bosh, pa lidhje. Jo, respekti është respekt, tjetër kund. Unë të respektoj dhe mbaj kufit. Duket bukur respekti tyre në momentin se si i trajtojnë muslimanët dhe drejtat e tyre në jetën e përditshme. Nuk na mbush mendjen thjesht to urime dhe këto etiketa bosh nga brenda. Pra, nëse është një fjalë e cila mbështet kufrin, mosbesimin, është haram në vetvete, ne nuk kemi se ta trajtojmë atë si një fjalë të mirë dhe në shenjë respekti as pak. Respekti është tjetër kund.
Nuk është kjo. Kjo është feja ime, ajo është feja jote, secili është i ndarë në rrugën e tij, nuk kam se të tregoj të tilla sufajsish, të tilla hipokrizish në sjelljen mes nesh. Kjo s'është e shëndetshme. Sepse ti, që në momentin kur thua, domethënë gëzuar atë që ti se beson, kjo është një lloj domethënë ofendimi për tjetrin, nëse ka logjik të mendoj. Ashtu siç profeti sallallahu alaihi wasallam ja hoqi verës ose pijeve dehse emrin keram, pra bujari, fisnikëri dhe mbarësi dhe urim, për të mos i dhënë asnjë hijeshi morale, po ashtu edhe besimtari është detyruar të mos lejojë që e keqja të hyjë në zemër. Madje as në këto nivele. Larg nga të tilla qëndrime vëllezërit e mi që cënojnë besimin. Si përfundim vëllezërit e mi, çfarë quajmë sot vlerë? Çfarë madhërojmë në shoqëri? Çfarë është bujaria, pasuria, fama, kënaqësia? A është kjo tek sjellja e jashtme, bosh nga brenda, apo ka të bëjë me thelbin ose me atë që ne konceptojmë nga feja dhe nga jeta, siç ka mësuar Zoti xhaleshano. Ne jemi muslimanë, ka dalluar Allahu subhanahu wa taala. Besojmë Allahun si një të vetëm, Muhamedit si profetin e Allahut. Dhe ne e adhurojmë Zotin përmes rrugës që na solli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne shpresojmë xhenetin e Allahut, përjetësinë në të kemi frikë nga zjarri i xhehenemit. Kërkojmë të jemi të rregullt mes nesh dhe Allahut, marrëdhënien tonë, të rregullt me krijesat, por brenda kufive që na ka vendosur Zoti xhaleshano. Dhe ne as pak nuk jemi, domethënë, kundër respektit ose të mirës, por brenda kufive që na lejon feja jonë. Elus Allahun subhanahu wa taala na bëjnë nga ata që krenohen me fenë e tyre. Ata të cilët e kanë krenari të qenurit musliman, të dorëzuar ndaj një Zoti të vetëm, dhe veprojnë dhe nuk veprojnë vetëse me urdhër dhe me udhëzim nga Zoti xhaleshano. Kjo është rruga jonë. Përmes këtij udhëzimi, këmbët Elus Allahun subhanahu wa taala na çojnë në xhenetet e tij. Së fundmi vëllezërit e mi, çoni salavatet për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Siç ka urdhëruar Zoti në Kur'an dhe thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama sallayta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.